Jemi drejt për drejt në të shtatë, jemi në studion e Kosova Live dhe bashkë me mua është Betimi për të folur për Tempos dhe Betimi për drejtësi që nga nesër, çdo të premtë dhe çdo të shtunë nga ora 20:10 do të jenë këto emisione në transmetim në ekranin e të shtatë. Betimi, mirë se erdhe. Faleminderit, Natsi gjithashtu, që nga dje I kemi informuar shikuesit, qoftë edhe përmes promove që tashme kanë filluar të transmetohen, do t'i kemi me njëherë në dalje, që nesër në të shtatë do t'jetë Tempos nga ora 20:10. Po gjithsesi pak për këtë rrugtimin e ri në të shtatë, Betim. Pas një kohë relativisht të gjatë të dy emisioneve, emisioni Betimi për drejtësi ka rastis që dje t'i mbush 12 vjetë, emisioni Tempos tashmë po I mbush 5 vite. Janë dy emisione televizive të cilat po besoj që deri tash kanë dëshmu një impakt të jashtëzakonshëm me punën hulumtuese e cila është bo. Në të shtatë kemi zgjedhur një hapësirë, një bashkëpunim që po besoj do të jetë I mrekullueshëm në ditët dhe vitet në vazhdim. Kështu po duket për fillim. Natyrisht, qysh nis dita në mëngjes, po besoj që ka me vazhdu edhe tutje. Të dy emisionet kanë profile pak të ndryshme, përderisa emisioni Betimi për drejtësi është një emision I tipit hulumtues dokumentar që në terren pothuajse dëshmon gjithçka e që ka një fokus më të madh në fushën e sundimit të ligjit, përkatësisht në sistemin e drejtësisë. Në emisionin Tempos është një format që e shohim më zakonisht në emisionet debatuese, pra është një format ku prezantohen edhe ulëmtime nga terreni, por që kryesisht është I fokusuar përmes një debati që zhvillohet në studio, ku parimisht janë 4 mysafir me të cilët diskutohet dhe që profilet e tyre janë kryesisht profesionale, pra nuk është që e shohim këtë pjesën e analizës përditshme që bëhet në për studiet televizive. Po besoj që të dy projektet kanë me dëshmu një cilësi të lartë të informimit që bazohet kryesisht në parimet e gazetarisë profesionale dhe duke mbështetur në etikën e profesionit të cilën ne si staf e respektojmë jashtëzakonisht shumë, duke pas parasysh edhe një gjë që kryesisht pra stafi jonë që merret me ulëmtime në terren janë edhe jurist, të cilët natyrisht që ka një qasje krejt tjetër për sa I përket qasjes ndaj problemeve të ndryshme. Impakti I dëshmuar gjatë viteve të kaluara, po besoj që do të jetë një trend që do të vazhdoj edhe në bashkëpunimin e tanishëm me televizionin të shtatë dhe Gazetën Ekspres, ku hulumtimet e bazuara në fakte e që do të provohen gjithsesi, do të sjellin risi e që këto risi do të prodhojnë impakt drejt për drejt, sikurse në të kaluarën ku ka pasur pra edhe veprimet të institucioneve të cilat kanë reaguar duke nisur hetime të ndryshme, duke pasur arrestime, duke pasur akt akuza dhe po ashtu dënime të bazuara. Po, dhe besoj që tani më kjo e shpërblen punën që bën, ndonë se është shumë e vështirë dhe unë do të dalem tek Betimi në drejtësi, sepse natyrisht është shumë e kuptueshme që vështirësitë për të bërë këto ulëmtimet janë të mëdha, për më tepër nëse marrim edhe këto krahasimet dhe këtë pozicionimin e Kosovës në raport me mediat, me fjalën e lira, që kemi rënë shumë pozita në viteve të fundit, le ta themi. Sa është e vështirë realisht në terren, Betim, për të bërë sot një gazetari hulumtuese, për të marrë me këto problematika, kur kemi parë një vit të sa që shteti është duke marrë këtë me diçka tjetër, me blokada të institucioneve, në ndërkohë kam përshtypjen që ka shumë fenomene problematika me të cilat qytetarët përballen. Është jashtëzakonisht sfiduese, sepse asnjëherë më parë nuk ka qenë më vështirë që të qasemi në informacione. Tash janë dy tablo prej nga mundet me u analizu situata e tanishme prej ku bëhet gazetaria, ku ushtrohet profesioni gazetarit. Njëra është që ka shumë skandale për cilat mund të raportohet, dhe tjetra është që këto skandale aq shumë punohet që të mbyllen, që mos të jenë afër publikut, sa që nganjëherë është e vështirë sepse thjesht as mekanizmat ligjor që janë në funksion për të siguruar transparencën nuk janë në shërbim. Ka raste pra kur qasja në dokumente publike, siç e kemi parë në shumë institucione, nuk ofrohet dhe këtu pamundsohet që të vihet deri te versioni I vërtet I informacionit për të pasur më pas edhe informim të publikut për të vërtetën e jo që të jenë një gjysmë informacion I cili mund të servohet e që të krijohen edhe keqkuptime. Pra, sot për sot, gjatë gjithë kësaj qeverisje që kemi pasur e që po vazhdon, pra qeveria Kurti, ka pasur vështirësi tepër të mëdha për të qasur në informim.
ka ende mungesë të informacioneve bazike në përfaqe zyrtare të institucioneve publike, ku ende nuk e din se kush është këshilltar, qoftë i një kabineti të një ministri ose ngjashëm, dhe mos flasim për informacione që kanë ndjeshmëri shumë të madhe, sidomos kur bëhet fjalë për paratë buxhetit, pra që është publik. Në të gjitha këto kërkesa që i bëjmë, hasim vështirësi, por natyrisht që është një diçka që në profesionin e gazetarisë ruhet si sytë e ballit, e që janë burimet të cilat shërbejnë jashtëzakonisht shumë, pa to nuk do të mund të funksiononi mas neje, nuk do të kishte as informim të drejtë, dhe këta janë zyrtarët që vërtet janë heronjt e ditës së sotit, që po ndihmojnë shumë që të zbardhet e vërteta, që të shihet gjithë ajo veprimtari që është e kundërligjshme që bie ndesh pra me parimet e transparencës e llogaridhënies, e që ndihmon shumë që të zbardhen afera për të filluar më pas edhe kërkesa zyrtare për llogaridhënie. Pra ambienti asnjëherë nuk ka qenë më i, nëse mund të them, i poshtër për ta bërë profesionin e gazetarit, sepse është ndërtuar një narrativ jashtëzakonisht të rrezikshme që ka krijuar një klim të keqe ku sot gazetarët, shoqëria civile dhe ata që janë kritik janë demonizuar jashtëzakonisht shumë nga kjo qasje e pushtetit, kur kemi pa edhe deri të këto narrativat e fundit të dezinformimit që janë duke u pagu edhe me thas gazetarët ose kritik për të shpërndarë. Ne dëgjojmë edhe në kuvenda, edhe në institucion një deklaratë shumë shqetësuese të kurtit që më pas pati reagime. Dhe obligim ka shteti që të ndërtoj një ambient ku mediat e ushtrojnë profesionin në mënyrë të lirë dhe të pavarur, dhe kur kjo vije pikrisht nga pushteti, pra që narrativa e tillë ndërtohet, ku diskursi ndaj kritikëve, ndaj gazetarëve, ndaj shoqërisë civile është ky që është, që thjesht mos i besoni sepse këta paguhen prej Serbisë, prej Rusisë, prej kutadione, prej oligarkëve, në mënyrë që mos ta thonë të vërtetën, në mënyrë që ta sulmojnë pushtetin dhe që qytetari mos të informohet nga këto media, nga kjo shoqëri civile, për të informohet nga faqja zyrtare e kryeministrit apo e ministrive. Imagjinojeni çfarë çasti është ndjek për gjatë gjithë këtyre viteve, dhe kjo ka damtuar jashtëzakonisht shumë ambientin për ta bërë gazetarin, sepse ne jemi demonizuar, dhe përderisa demonizohemi në këtë shkallë që kemi arritur, atëherë është shumë e lehtë që thjesht krijohet një brishtësi, edhe që në këtë brishtësi fjala jonë, faktet tona që provohen të duken sikur nuk janë bash fakte, po janë sikur diçka që po i shërbejnë dikujt, dhe me aq lehtësi sulmohen sot gazetarët, kritikë të ndryshëm të pushtetit, sa që keni pa që nuk po e kanë shumë vështirë sot, edhe me çudor kushdo edhe me rre gazetarë. Po vështirë nuk po e kanë, po gjithsesi megjithse në kushte jo të pavarësme dhe si që do duhet të ishin, mediat, gazetarët po e vazhdojnë misionin e tyre, dhe kjo në anën tjetër është një lloj dëshmie që pavarësisht të gjithave media dhe gazetarët e kanë rëndësinë e vet. Derisa ne po flasim këtu në anën tjetër, po punohet pikërisht në studion e Tempos dhe dua të pyes ndonjë detaj për atë që do të ketë nesër, por edhe të shturën në betimi për drejtësi. Në këto dy misionet të para në të shtatë. Po, nesër synojmë të, megjithse ka seancë të Kuvendit Kosovës, synojmë të diskutojmë një prej ligjeve më të rëndësishme që kaloi, e që është byroja për konfiskimin e pasurisë të fituar në mënyrë të palegjshme. Është një ligj i cili e ka një sakë të vërtetë të trajtimit në institucionet e vendit, ku kemi pa një miratim pra nga Kuvendi i Kosovës, kemi pa dhe rrëzim të tij në gjykatën kushtetuese, pra ekziston një tendencë e pushtetit që të krijojë mekanizma përmes të cilëve përmes populizmit synon që ti bind qytetarët që kanë vullnet që të fitohet ajo pasuri e fituar në mënyrë të kundërligjshme nga ata që kanë qenë në pushtet. Nuk ka kur gjë të keqe që të ketë një bazë ligjore që e lehtëson krejt procesin e konfiskimit të pasurisë që është fituar përmes veprimtarive kriminale ose të palegjshme, por tendenca se si vetëvendosje ka tentuar ta bëj këtë ligj ka dëshmuar që ka pasur më shumë qëllim që të ndërtoj një mekanizëm të persekutimit të kundërshtarëve politik. Megjithëse kjo është rrezik edhe për ta, sepse mund t'i kthehet një bumerang se sot janë pushtet e nesër mund të jetë dikush tjetër, edhe mund ta shfrytëzoj dhe ta keqpërdor këtë ligj. Ndërsa në emisionin e të shtunës, në emisionin Betimi për drejtësi,
do t'jetë një ulëmtim i thellë në terren që është përgatitur nga gazetarja ulëmtuese Alberta Hashani, ku flitet për një numër të veturave, 80 vetura, të cilat janë porositur për një institucion, por që s'kan pas procedura të zhvilluara dhe që janë shmangur komplet prokurimit publik. Dhe është bërë në marrëveshje, por që kur janë ardhur veturat kanë arritë që dështojnë në zhvillimin e këtyre procedurave të prokurimit, e që tash kompania që i ka bler veturat i kanë meta, ato tash duhet me i shitën privatisht. Pra shohim se si bëhen marrëveshje dhe te kalohet gjithçka në mënyrë që në kundërshtim të plot me dispozitat e ligjit të bëhen të ndartë. Marr parasysh temat që trajtohen në ulëmton, jam i bindur që do të kemi shumë bashkëpunim edhe me Kosova Live, dhe unë turoj sukses ty dhe gjithë ekipit në këtë rrugtim të ri dhe në punën tuaj. Falenderoj shumë për mikpritjen. Absolutisht po, faleminderit shumë. Shikues nderuar, krejt në fund disa informacione të rëndësishme për disa ndryshime që do të ndodhin në skemën programore, sepse me ardhjen e tempos dhe betimit për drejtësi do të jenë disa ndryshime. Pra tempos do të jetë çdo të premtë nga ora 20:10, më pas nga ora 22 tashëtuti do të jetë emisioni Euron të shtat me Mendua Bazin, derisa podcasti Dibran Hoxhës në shteg këtë të premtë do të jetë në orën 23, ndërkohë nga java e ardhshme do të jetë në transmetim në një termin të rregullt çdo të martë nga ora 22:30 pra njerë pas emisionit Pressing. Ndërsa të shtunën 20:10 betimi për drejtësi, më pas nga ora 21 do tjetë emisioni Prizma, derisa emisioni nga afër me Aurorën, tashëtuti do të transmetohet të shtunave nga ora 18. Pra këto ndryshime për ju që natyrisht jeni shkues të këtyre formateve televizive, ju vazhdoni të jeni me të shtat, ne do takohemi nesër në edicionin e fundit për këtë javë për ta përmbyllur mirë. Do të kemi shumë tema të ftuar edhe nesër. Bashkë mirupafshim.